Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, Zoti ju rujtë e nderoft. Jemi sot, elhamdulillahi rabbil alamin, në ditën e 21 të Ramazanit. Pra, dita e 21 e Ramazanit, përcollëm natën e parë të 10 të fundit, dhe tani jemi duke u futur në ditën e 21, pra edhe 4 minuta dhe mbyllet 4 minuta dhe më thënë mbyllet syfyri dhe fillon edhe dita e 21 e agjerimit. Lu Zotin e Madh na falet, na mëshirojet, na i pranoj veprat e mira, lutjet edhe duat. Jemi në një kohë të bekume sepse është muaji i Ramazanit dhe brenda kësaj kohe të bekume jemi në një kohë të bekume prap, pa dyfish të bekume sepse jemi në 10 e fundit të Ramazanit apo 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, që faktikisht këtë vit edhe pse i themi 10 ditësh, faktikisht jemi me 9 ditë sepse Ramazani i këtij viti është më pak se Ramazanit e kaluar, pra i bie që Ramazani i këtij viti të jetë 29 ditësh, kështu që ne do ta kemi 9 ditë këtë 10 ditëshin e fundit. Elhamdulillah, pa falënderim takojnë Zotit që na ka dhënë të mira pafund, begati pafund, na udhëzoi në Islam, na bëri ndjekës të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Jemi shumë mirë në këtë mirësi të Zotit, ndjehemi shumë mirë që Allahu ka bërë këtë mrekulli për ne, elhamdulillah, shiqur Zotit. Kështu siç e kemi traditë rrim në kohën e sëfyrit së bashku për të parë pyetjet dhe diskutimet që mund të kenë vëllezërit edhe motrat rreth fesë, rreth besimit, duke munduar me ato mundësi që na ka falë Madhi Zot të japim kontributin ton në lidhje me normat e fesë edhe të besimit. Elhamdulillah, jemi pra siç e thash në 10 e fundit të Ramazanit, 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, dhe domethënë jemi në momente që lutjet janë më të dëgjuara, veprat e mira janë më të marra në konsiderat, po edhe të këqijat dhe gjunahet nuk janë si në kohët e tjera, sepse ashtu siç e mira në këto kohë vlerësohet shumë, po edhe e keqja normalisht që vlerësohet ndryshe, prandaj duhet të qenë të kujdesshëm, sepse jemi edhe duke shkuar drejt fundit të Ramazanit. Këtu tek unë, deri tani nuk më ka dalë si koment, jam i sigurt që kanë dalë komente ti ke Facebooku. Shkoj ke Facebooku, ta shohim nga Facebooku. Sa komente kanë dalë këtu, mos më ka dalë asnjë lloj komente, subhanallah. Atëherë thot selam aleikum, pra goditja e parë sot nga këndi është nga Italia. Selam aleikum, thot nga Italia. Po lexoj nga Facebooku një vllaj që kam këtu afër, sepse tek i imi nuk del asgjë për të habit. Më dalin vetëm watching shfutet. Thot nga Borina Ana e Prilepit, si gjithmonë ky vllaj, mashallah, Zoti i rujt, e sqaron gjithmonë. Borina Ana e Prilepit. Me sa duket do të jetë në Borin tjetër që është nga ana tjetër. Kështu që vllai, mashallah, Zoti e shpërbleft, e sqaron sa herë futet, thot Borina nga ana e Prilepit. Allahu truj të vlla, Zotit nderoft e të dasht, e truj ty dhe familjen tënde nga çdo e keqe. Një penallti të kemi nga Toskana, aleikum selam Toskana. Kemi një goditje nga mesi i fushës nga Danimarka, bravo Kopenhageni. Kanë kaluar 2 minuta, thot, nga syfyri dhe harrova me pi ujë edhe një hape dhe e piva. Inshallah, tani është mbyll, mos e vrit menin, 28 është mbyll, kështu që stresi në ngrirje. Dhe sa mirë që hapa këtë Facebookun tatë, por këtu ku shif si del vetëm watching. Se di. Shafira. Okej, Allah e rujt. Mirë, vazhdojmë. Selam, aleikum selam wa rahmatullah. Aleikum selam wa rahmatullah. Kemi një goditje këndi nga Sauku, aleikum selam wa rahmatullah. Kemi një penalti nga Kavaja, aleikum selam wa rahmatullah.
Mirë, mashallah. Si bëhet njeti namazit natës? Me zemër, di Zotit se çfarë po bën, nuk ka nevojë me tregu Zotit se çfarë po bën. Selam thot nga Shkupi, aleikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Do të udhtoj nga Hollanda për në Kosovë ditën e diel, si ta bëj iftarin me orarin e Hollandës apo me të Kosovës. Normalisht do ta bësh iftarin me kalendarin e vendit ku je. Pra nëse ti vjen nga Hollanda në Kosovë, do ta bësh me të Kosovës. Ku po lexon pasha Zotin thot, ku po lexon thot pasha Zotin Hozh në Facebook si ka lexon. Mirë fitore, mirë, rasti tas lall të motor, po futi dhe çik kri pasaj lalltës se do të vish në Terezi inshallah. Ish në haqjet, alhamdulillah. Selam thot nga Vjena, Prizreni, tani nga Vjena po nga Prizreni, ndaj muhabetin. Selam thot nga Maliqi, aleikum selam, rahmetullahi, wa barakatuh. Në xhamin ku falemi nuk e bën imami duan me zë, a humbim ne diçka si xhamat? Jo, nuk humbni, gjeni xhami ku bëhet duaja me xhamat. Kemi një goditje të fortë nga mesi i fushës nga Galeni, aleikum selam, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Selam thot nga Paskuqani, kush është kalendari për ditët e mbetura nga Ramazani? Është i njëjti kalendar o Paskuqan. Nuk ka kalendar tjetër. Stresit zero. Kemi një goditje me kokë nga Shkupi, aleikum selam, rahmetullah. Kemi një faul nga Grençeni i Zvicrës, aleikum selam, rahmetullah. Kemi një penalti nga Berlini, aleikum selam, rahmetullah. Një pronar më ka dhënë lokalin e tij falas për ta pranuar, për ta punuar, ka pas për qëllim. Dhe do doja të bëja një kurban për këtë mirësi. Po, dhe shpërndaja fukarejve. Po e që të hecim bar për sevap për fukarejt. Selam nga Gjermania, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Prap nga Maliqi, aleikum selam, rahmetullah. Selam thot nga Xhura, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Selam Hoxhës atje. Oh, ja Rabbi Allah, alhamdulillah, thot një selam, thot nga Gjilani, aleikum selam, rahmetullah, nga Tetova, aleikum selam, nga Godoleshi i Elbasanit, aleikum selam, rahmetullah, barakatuh, nga Parma, aleikum selam, rahmetullah, barakatuh, kemi një selam nga Franca, aleikum selam, rahmetullah, nga Zvicra, thot, kam lexuar Kur'an, po tash ndihem shumë keq, s'kam fuqi hiç. Po pse? Arsyeja? Sepse robi kur lexon Kur'an merr fuqi, nuk i bin fuqit. Kështu që futi të vizituar se mund të kesh një problem shëndetësor. Ne këtë e mbyllim 10 minuta para se të thirret ezani. Hajr inshallah, a kështu e keni bë? Puna juaj. Hajr inshallah. Goditja nga këndi Vranjevcit, Prishtina, aleikum selam, rahmetullahi barakatuh. Nga Durrësi, Zoti i rujt. Sa rekat falet namazi i natës? Ne e falim 8 rekat namazin e natës. A mund t'ja vejmë emrin djalit Loar? Varet çfarë kuptimi ka. Varet çfarë kuptimi ka. Nëse ka kuptim të mirë, nuk ka problem. Nëse keni hatme jashtë namazit, a mund të vazhdohet edhe në namaz? Po, mund të vazhdosh hatmen edhe brenda namazit. Fitrat në fund të Ramazanit a mund me i dërgu të jetimat e Ballkanit të Hoxh Halil Kastrati? S'ka dyshim. Ata me sa diun pra kanë një seksion që menaxhojnë sadekan e fitrit. A mund ta fillojmë agjërimin e 6 ditëshit me datë 21? Po. Aleikum selam. E shiqur që e boni Tirana i gol, nga Tirana thot selam, aleikum selam, rahmatullah. Kur të na vish në Tetov, kur të naftoni, inshallah të të vim, selam nga Meniu, aleikum selam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Në Gjermani shumë vete kanë filluar me agjëru një ditë përpara, miku pyetja. Si ja bëjnë ata? S'ka si lloj problemi, në rregull janë ata. Edhe ne jemi në rregull, ata janë në rregull. Nëse gjatë punës plagosës dhe del gjaka, prishet agjërimi? Jo. Me dashje pa dashje s'prishet.
Sot kam falë 2 herë vitrin, edhe në teravi, edhe në namaznate. Hajë, inshallah, stresit zero. Selam nga Slovenia, Porto Ros, aleikum selam. Selam nga Struga, prishet e gjërimi me bëgjil për me hek dhe mball, jo, nuk prishet. E lash agjërimin një ditë dhe pastaj vazhdova për shkak një problemi psiqik të stresit që kisha në kokë dhimbje. Hajë, inshallah, këtë ditë zëvendësoj me ditë tjetër. Selam nga Danimarka, aleikum selam, rahmatullah, nga Hasenbegu i Shkupit, aleikum selam, Allah i rujt, nga Milano. Sa e ka të falet namazin natës është e lirë, 2, 4, 6, 8 e kështu me radhë, e rëndësishme të jetë çift. Selam nga gjysmë fusha e Belgjikës, aleikum selam, rahmatullah. Sa e ka të namaz natën mund të falim, sa të doj shpirti dhe zemra jote, 2, 4, 6, 8 e kështu me radhë. Çfarë ore mbyllet? Pyetja e 1.000.003. Pra dje ishte 1.000.002 dhe sot është pyetja 1.000.003, çfarë ore mbyllet? Mashallah. Shpresoj që këtë pyetje na bëjnë edhe ditën e fundit të Ramazanit. Kjo do të jetë pastaj për librin Guinness. Kur ta pyesim edhe ditën e fundit të Ramazanit që kur ta mbyllim, a mbyllet me kalendar ose kur falet sabah, kjo do të jetë perla, antistresi i Ramazanit. Selam nga Malmo, aleikum selam, rahmatullah. Prap përsëritet pyetja, a mund t'ja lejmë emrin Loar djalit, a është me Kur'an? Emri Loar nuk është në Kur'an, po a lejohet apo jo, duhet me ditë kuptimin, çfarë kuptimi ka. Deri në sa ora duhet më u fal këto net e fundit, sa të kesh mundësi. Selam nga Elbasani, aleikum selam, rahmatullah. Selam nga Imshta, aleikum selam, rahmatullah. Kur po na thirrin në iftar, a duhet me ta zaktimin iftarin, jemi akurimi, sa gjënaf për Zotin. Kur po na thirrën iftar, a duhet me ta zaktimin e iftarin, kur jemi akurimi. Ndoshta ka për qëllim ku do ta çelim. Çele aty ku jeftu për iftar, vëlla. Ku të zej, çele, alhamdulillah. A mund ta spërkasim fytin me sprej, po nuk quhet spërkatje. Me përdor sprej nuk lejo se prishet agjërimi. Po nëse ketë nevojë me prishje dhe agjëro më vonë. A lejo të spërkasim fytin, thotë që alhamdulillah. Selam nga Stambolli, aleikum selam, nga Hamburgu, aleikum selam nga Vicenza, aleikum selam nga Frankfurti, nga Prishtina, nga Drenica, nga Greqia, nga Italia. Këto syfyre do ta mungojnë. Ja, mund ta gjejmë edhe mas Ramazanit, mos e vrit mendin. 1-0 për Hoxhën. A mund ta lexojmë Kur'anin nga telefoni? Po. Kaçaniku vendegur digjet, vritet për flamur, bire. A mund të falim 2 rekate namaz natë direkt pas jacie? Po, nga Suedia, aleikum selam, rahmatullah. Allahu shëroft vllajën tënd që është i smur dhe i paralizuar. Amin. Ku mund të gjejmë Kur'an? Hajde ke xhamia ke falas. Nga Keta, Ketë, mashallah. Nga Keta e kemi origjinën, Allahu i rujt. Oxha thot, unë nuk di shumë dua. Ka ardhë një burr i plak, i moshuar tek pejgamberi alayhis ka thënë, o Muhamedi, ka thënë, o pejgamberi i Zotit, unë nuk di me u lut ka gjatë, siç lutesh ti dhe Muadhi. I tha pejgamberi sa, po çfarë lutesh ti, si lutesh ta? Unë them, o Zot më jep xhenetin, o Zot më jep xhenemit. Pejgamberi alayhis tha shprehjen e tij të njohur, o nahnu haulaha nudendin. Po edhe ne tha aty sillemi. Edhe ne tha aty rrotullohemi. Në fund fare aty kërkojmë. Kur fillojnë netet e kadrit? Hajde, habibi, kur fillojnë netet e kadrit?
tas lalti me pak krip mas iftari. Nuk kanë net kadri, janë netët që kërkohen nata e kadrit, ka fillu mram e para. Selam nga Peza, Peze, i rujt Zoti, jo Zot Allahu ja Rab. Nga xhamia e Alliasit, aleikum selam, rahmetullah, Allahu i rujt e ju në raft. Kemi vënë re, thot që ju vitrin e falni me dua para uljes në ruku. Duaja e kunutit simbas sunetit pejgamberit alayhis salatu selam, nëse bëhet në farze, bëhet pas rukuje, nëse bëhet në nafile dhe sunete, bëhet para rukuje. Edhe herë, duaja e kunutit simbas sunetit, nëse bëhet në farze, bëhet mbas rukuje, e nëse bëhet në sunete, bëhet para rukuje. Kur fali namaz aprish punë se pse disa fjalë nuk mund t'i shqiptoj siç duhet, stresit zero, mos e vrit mendjen, Zoti mod është i mëshirshëm dhe falës. Selam thot nga Vlora, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Ka mundësi të dalim na ka ftuar flamurtari për një iftar, kështu që inshallah do të dalim nga Vlora me shpresë Zotit. Selam nga Kumanova, walejkum shamir, aleikum selam rahmetullah. Namazi sabah thot 20 minuta pas imsakut, 1.004.000. Pra një pyetje e përsëritur 1.004.000 herë në këtë Ramazan. E fort fare. Selam nga Franca, aleikum selam, nga Anglia, aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Të lutem hosh thot na bëj disa video si merret abdesi dhe si falet namazi. Po inshallah me shpresë Zotit, e kam pas bon jetë me kohë. Selam nga Vlora, selam nga Borreli, aleikum selam, selam nga Hanoveri, aleikum selam. A lejohet me hangër kaçikat me ikur e bire. A lejohet me hangër kaçikat me ikur? Ha? Se di valla, për Zotin. Jemi dobë në gjuhën shqipe. Nga Vlora, nga Elbasani, Dortmundi. Çfarë nata është nata e kadrit? Ka fillu qysh sonte kërkesa, edhe kërkimi, edhe inshallah këto 10 net e kemi të sigurt inshallah. Zekati fitr është detyrim për të gjithë, edhe për ata që s'mbajnë Ramazan. Po, për çdo musliman, antar të familjes që është besimtar, duhet me e dhënë zekatin e fitrit, edhe nëse s'ka mbajt Ramazan. Selam nga Kuova. Çfarë do të jetë kjo Kuova? Kjo mund të jetë Kuçova, mund të jetë në një gjë kështu, ose Kosova, nuk e di çfarë është. Se i geni i Gjermanisë, përshëndetje thot nga Firenze. Ka shumë kohë që agjeroj me gruan time në Shqipëri, kur agjerimin pleqt nuk na linin kur agjeronim, pleqt nuk na linin të flinim bashk. Vallai paski vujt për Zotin, Allahu arretsoft. Ahet më hajër inshallah. Si themi ne të shkuara të harruara. E rëndësishme është që tani fleni bashk. Natën gjithmonë. Unë të raviti falë në shtëpi pas yatsis, pastaj falim 8 rekat namaz natën nga ora 2:30 dhe në fund fal vitrin. A janë në rregull? Shumë rregull. Nëse një musliman punon firmë si shofer dhe detyra e tij është transportoj ushqime nga magazinat për në restorante, shkolla, firmat e tjera, mirë po në mesin atyre produkte ka ndonjëherë edhe haram siç është mishi i derrit apo alkool. Nëse pjesa më e madhe e transportit të këtyre mallave është halal dhe ka ndonjëherë kështu gjërash, nuk e bën punën haram. Sa herë lexoj më shaqet Nikol, shfaqet, ka harru fën. Kështu thot konsulenti im gjuhësor. Dhe më humb zëri kur lexoj Kur'an. Stresit zero, avash, nuk ka problem. Nga Klosi, nga Italia, aleikum selam. Cili është gjykimi mbi ciklin integrat pasi ka mbaruar 5 ditë i rregullt? Mirë po ka prap
rrjedhja apo rrema gjaku të kafta apo të tjera. S'ka gjë, nëse kalon ajo e zakonshmja, nuk merret konsiderat. Nga ulqini, nga mundësigeni, aleikum selam, rahmatullah. Fitrat e Ramazanit, mund të i dërgojmë tek xhamia juaj? Po, futuni tek ajo PayPal-i jonë dhe mund t'i dërgoni pa merak fare. Po kur agjeron dhe nuk vjen në xhami, atë pranohet agjërimi? Po, inshallah, me shpresë Allahut, po. A ka ndonjë penallti me kokë nga Prishtina? Po. Ka një ence. A e kupton këtë që thotë ence? Ë? Ence, keni pas përdorur fjalën ence? Allah është ence. Okej. Selam nga Gjermania, Auingen, nga South Carolina. Travejt po I falim 2 nga 2 8 gjithsej, imam I xhamisë u ngrit pas rekatit 6 pa tehijat. Pastaj e korrigjoi xhamatin, ndërpreu Fatihan, ul dhe vazhdoi me tehijat dhe selam dhe pas sevi sejdë. A duhet bonte sevi sejdë? Po duhet bëhet sevi sejdë. Nëse imami nuk ka bërë, nuk ka problem. Do të thonë për ju xhamati në rregull, ama imami duhet bonte. Nëse nuk I plotësojmë ditët që kemi mangët, ana quhet? Jo. Selam nga Dietikoni I Zvicrës, aleikum selam, rahmatullah, lejohet me dalë për kafe me I çun që më ka ftuar, duket djalë shumë I mirë dhe I ka prindërit besimtar. Lejohet, po duhet tjetë edhe dikush nga familjet prezent. Jo aty ke ju, ke tavolinë e ju, po tjetë I unë diku aty ma tanë. Aleikum selam. A I lejohet të shkurtoj namazet kur është A I lejohet një nënë të shkurtoj namazet kur është me fëmijë të vogël? Jo, nuk I lejohet. Nëse xhami falet xhumaja pas me dreka 1 orë, lejohet në mendimin më të saktë dietarëve, sepse xhumaja nuk ka kohë si dreka. Selam nga Durrësi, nga Nederland. Nederland I thon Hollandës? Se mos shkruani shqipëre. Selam nga Slovenia. Ata fal vitrin tani se isha në gjumë? Jo, shpirt, jo, nuk falet vitri tani falet sabahu. Nga Kaçaniku, nga Italia, aleikum selam. Nga Shkupi kam pas dhimbta Ramazanit, tash ndihem më mirë. Kam pas dhimbta Ramazanit, tash ndihem më mirë. E çfarë do më thonë ti me këtë muhabet? Apo ti harxoj kohën hoxhës dhe ti heq stresin hoxhës? Nëse dikush punon vetëm në haram, a lejohet të shkojmë për iftar? Nëse e ka 100% haram çdo gjë, burimin e fitimit, jo, nuk lejohet. Ama nëse e ka të përzier, lejohet. Sa ditë agjërimi duhet mbajmë ditën e Arafatit? Dita e Arafatit është një ditë. Një ditë mbahet. O Allah na mëshiro, ja Rab, ja Allah. Ha? Sa shkoj? Kemi edhe 2 minuta. Kur jam me diabet dhe e shpoj pak gishtin për ditë diabetin, a prishet, nuk prishet. Amin nga Elbasani, aleikum selam. Nga Mulhouse, aleikum selam, rahmatullah. Kam pas dëshirë një pjesë të zekatit të dërgoj juve. Po, mund të na dërgojsh Zoti ju shpërbleft tek PayPal-i që ne do të publikojmë sot, do ta përsërisim sot publikimin inshallah taala. Nga Kumanova, aleikum selam, rahmatullahi wa barakatuh. A prishet abdesi po të hash iftarin? Ej, Zot na jep sabër, Allah. O Zot na jep sabër, nuk prishet. Nuk prishet. Leverkusen, aleikum selam, rahmatullah. Selam aleikum, më thot nga Saarland. Gjermani do të jetë kjo? Saarland? A ka hyrë koha namazit sabahut? 1,6 milion, mashallah. Mashallah.
Selam aleikum, thot nga Dibra e madhe dhe kjo ishte, domethënë, bukuria e kësaj mbyllje, pra po e mbyllim me këtë selam të mrekullueshëm nga Dibra e madhe. Jo, nuk rrim pa e bon një gol Manchesteri dhe pastaj godet fuqishëm Milanoja dhe pret fuqishëm Pogradeci. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Çfarë është mirë për lutjeve në këto net që po presim natën e Kadrit? Është mirë që në këto net të lutemi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Brazilia, do thotë që mbaroi koha për ju, miq të dashur. Atëherë nga klina, thosë tha kina, Allah për Zotin. Okej, atëherë po e mbyllim inshallah taala. Zoti e shpërbleft këtë habibin tem të shpirtit tu që erdhi me celularin e tij dhe po I lexojsha mesazhet nga celulari I tij se tek celulari im ka vetëm të gjitha është watching, asnjë lloj mesazhi subhanallah. Për to habit. Çka kam shtyp me ju shtypshin trunti, shtypshin. Mirë. A prishet iftari kur hoxha të shërbej në xhami ditën dhe natën kish si prift. Ju përshëndes thot nga Jeruzalemi. Allahu I rujt juve në Jeruzalem në Kuds atje dhe Zoti ju art hakut atyne që juve ju bëjnë padrejtësi e Zoti I nimoft muslimanët kudo që janë mbi sipërfaqen e tokës. Amin. Atë pyetjen që ke bërë s'po ta marr në konsiderat dhe vetëm se ke shkruar jam nga Kudsi aty nga Jeruzalemi, nuk po ta marr në konsiderat dhe s'po konsideroj tallje që më të fut blog. Mirë, Allah I rujt pra Zoti ju nderoft sepse duhet më shkruat unë të fal sabahun në xhami. Ju rujt Zoti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.